Prej problematikave më të mëdha të kohës sodit dhe e cila po ashtu në të kaluarën ka prish diturinë është polemika. Që sot nëse një djalë i tri i tregon se haram është polemika, këtë nuk e marrin seriozisht. Pashallahu sot është bërë tamam si droga polemika. Shumë njerëz janë dhënë pas polemikës dhe nuk mundin me ndal vetveten. Dhe nuk di dikush që ka deviju nga suneti, ka dalë në bidat në kohën e sotit vetëm se shkaku kryesor ka qenë polemikat e shumta. Vetbesimi i madh në vete dhe guximi me dal karshi në polemik me dikan i cili është i devijuar. Sepse në momentin që njeriu merr parasysh me debatu me dikan dhe nuk është i gatshëm me debatu dhe nuk ka nevojë për këtë debat, atëherë ti e ke humb bindjen apo trehimin e Allahut. Nuk ka devijuar ndonjë popull, dikush prej njerëzve, vetëm se është dhënë para asaj në polemika. Andaj besimtari, muslimani i sodit e ka haram me polemizu. Qoftë në komente, qoftë në fjalë, qoftë në debate direkt, e ka të ndaluar përpos rastet veçanta kur duhet dietari me mbrojtë vërtetën.